Përshëndetje me të dashur. Tregojmë së bashku Albin Kurtin, kur I rrit rrogat, pensionet, rrogën e 13, e kur opozita, I del kundër. Së pari, kam kënaqësinë t'ju njoftoj që është buxhet në vlerë prej 4 miliard euro, ku 1/4 apo rreth 1 miliard euro janë buxhetuar për investime kapitale. Bravo. Njërisi me këtë buxhet do t'jetë dhënia e pagës së 13 për të gjithë punonësit e sektorit publik. Pra, kushdo që punon së paku 12 muaj në sektorin publik, me qeverinë tonë në fund të vitit, do të mund ta përfitoj edhe pagën e 13. Bravo. Gjithashtu është I përfshirë edhe zbatimi I rritjes së pagës bazë me 0.5% për çdo vit përvojë pune, për dallim prej asaj që kemi pasur më herët, ku për 15 vitet e para zbatohej rritja vetëm 0.25% për çdo vit përvojë pune. Kjo përkthehet në rritje shtesë për pagën e secilit që punon në sektorin publik pavarësisht nga vitet e përvojës punës. Ky buxhet për vitin 2026 përfshin edhe rritjen e pensioneve, shtesave për fëmijë, shtesave për lehona, pagesave për të rinjt dhe gratë që angazhohen nga superpuna, kompletim I reformës së asistencës sociale e shumë mbështetje të tjera për familje. A vesheni me të dashur, një njeri që don me punu për popull vet, për shtet vet, kurse opozita I del kundër. Çfarë mendimi keni ju, me të dashur? Respekt nga ona ime.